Lerd Vasili tregoi që në moshën 9 vjeçare se ishte abuzuar seksualisht. Këto banor hedhin dyshime mbi këtë gjë, ndërkohë Gjesti merr mesazhin e çuditshëm. Aktori i njohur Lerd Vasili në një rrëfim të ndjerë disa kohë më parë rrëfeu një ngjarje të dhimbshme në fëmijërinë e tij, duke zbuluar se në moshën 9 vjeçare ishte abuzuar seksualisht nga një komshi. Kjo ngjarje, e cila ka qëndruar e fshehtë për 42 vite, ka shkaktuar reagime të shumta e një debat të gjerë në opinionin publik. Egli dhe Gjesti, dy figura të njohura në media, kanë shprehur dyshime të forta mbi vërtetësinë e kësaj historie. Gjatë një bisede në borrin e shtëpisë, ata e kanë përcaktuar narrativën e Lertit si diçka që mund të jetë manipuluar për të fituar ndihmën dhe empatinë e publikut, teksa Egli tha: "Një histori e tillë e dhimbshme dhe e thellë prek direkt zemrat e shqiptarëve, të futet si thik në zemër dhe pastaj ti dukesh si viktim", tha Egli, duke theksuar se historia mund të përdoret si një mjet për të tërhequr vëmendjen e masave. Teksa edhe Gjesti ka thënë se nuk i beson as pak asgjë atij, teksa tha se çfarë mund të bëjë për lojë. E megjithatë, duket se publiku këtë bisedë nuk e ka mirëpritur as pak, e madje kanë postuar edhe në rrjetet sociale duke thënë se janë të ulët me këto biseda. Ja çfarë shkruajnë ndër të tjera, janë të ulët e ignoranta njësoj si famsat e tyre që dalin me të njëjtën teori, të shkosh kaq poshtë vetëm se ke natë finale, vetëm këta kanë parë, turp nuk mund të dyshosh për këtë histori kaq të dhimbshme, shkruan te një tjetër komentues, teksa duket se Gjesti dhe Egli po luftojnë për finalen e madhe. Por dyshja kanë marrë një mesazh të bukur nga aktori mirënjohur kosovar Çun Lajçi, i cili ka dërguar një mesazh Gjestit duke shkruar: "Gjesti, një djalë i vogël i sinqert që dashuron në mënyrën e tij. Gjesti, ndjenjat nuk fshihen, por një gjë ta them. Ti ke rënë kokë e këmbë brenda në dashuri, besoj te Egli, bukuroshe, të uroj fitore në gjest", ka shkruar Çun Lajçi, teksti është falendëruar nga dyshja.